Babai i Selin ka qenë ditën e sotme në një intervistë ku ka shpërthyer ashpër ndaj banorit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Miri. Kam shumë mendime, po nuk mund t'i them. Nuk mund ta degradoj motrën, nënën, nusën dhe vajzën e Mirit, siç kanë bërë të tjerët me mua, që kanë vënë pikë pyetje a e njoh apo jo vajzën time. Doja them nëse do kem mundësi për ta takuar ndonjëherë. Një sugjerim për produksionin, do të merrni 2-3 psikolog për të parë nivelin e perversitetit. Ati me ndërjush s'ka që të bëj, por për leki e rën syt, është i gatshëm të bëj çdo gjë, deklaroi ai. Kujtojmë se Miri dhe Selin janë shumë të afërt me njëri tjetrin, që ditën e parë që janë bërë pjesë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ishte një avantazh që pati Kristi dhe i la ata që të flinin në një krevat, që i bëri ata të afroheshin shumë me njëri tjetrin. Edhe pse Miri ka thënë se sheh Selin si vajzën e tij, publiku jashtë nuk e konsideron si të tillë raportin mes tyre, duke aluduar se Miri ka ndjenja për Selin. Ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos.